televizion kombëtar, ka bërë nga 5 deri në 6 emisione për trafikun ndërkombëtar të drogës të grupit që çonte kokainë, heroinë dhe hashash nga Spanja në Finland. Për 7 ditë, çdo televizion ka bërë nga 3-4 emisione, 5 emisione dhe 7. Asnjë gazetar nuk ka marrë guximin të bëjë një emision investigativ në raport me rrugën, problematikën që ndiqte kontrabanda e cigareve nga Librazhdi. Po cila është problematika? Kush janë të përfshirë në këtë ngjarje, meqense jemi? Mediat janë të paguar mos bëjnë emision. Mediat nuk flasin. Por kush janë personat? Media nuk ka folur për qeveria shqiptare, vëlla. Qeveria shqiptare janë 36 doganjerë dhe punojnë doganash. Janë kryeministri i Shqipërisë me gjithë kabinetin e vet. A bëhet kontrabanda, jemi në një televizion dhe kolegun e dha mundësinë për të folur. A bëhet kontrabanda pa të ndihmuar zyrtarët e shtetit dhe dogana? Të bëjmë një marrëveshje fjalë. Pa bler mafiozët të portin e Durrësit dhe doganën shqiptare. Meqense kolegu na e dha drejtën. Dhe lirinë e plot jemi në një nga mediat më të ndjekura. Dhe unë po ju pyes konkretisht, kush janë personat e përfshirë në këtë kontrabandë cigaresh? Biznesmeni që merret me cigare. Cilët? Zyrtarët e shtetit doganës dhe gjithë qeveria shqiptare që ka hapur portin dhe doganat. Kjo është e implikumi. Po pse s'thash asgjë? Është provuar që ekziston kjo kontrabandë. A mund bëhet të lutem zoti gazetar. Këtë linkun unë mund t'u sjell nga 20 media të ndryshme. Edhe në 28 maj si A2CNN kemi raportuar më thellë se kaq. Përse nuk keni bërë ju emision me qenë se jeni të lirë? Ju lutem gjeni kronikën e datës 28 maj ta nxjerrim. Unë nuk ja di emrin, po nesër ja gjej emrin. Edhe ta sjell emrin. Kush është biznesmeni? Unë po them mediat, përse nuk e denoncojnë fenomenin? Përse nuk bëjnë emisionin? Përse nuk e bëjnë emisionin? Pra, do të thotë që qeveria shqiptare, qeveria shqiptare hesht, opozita shqiptare hesht, biznesmenët paguajnë televizionet nuk bëjnë emisione dhe nuk bëjnë transparencë. Jo, lere qa them unë. Tip se s'bën emision. 28 maj ka raportuar A2CNN. Tip se nuk bën emision. Tip se nuk merr guximin për të bërë emision për këtë, e për thënë masakra në doganat shqiptare. Por je i lirë. Shikoj, domethënë A2CNN se unë përpos emisionin që kam mund të pasyrohet edhe në rrjetet sociale, edhe në kronika televizive që ka bërë A2CNN-i, doganierë dhe biznesmen, spake që është titulli më zoti Prençi që ke shkrimin por në këtë lajmin. Ka dërguar televizionit bëjë emision aty ke dogana? Edhe të ndjeki rrugën që ka ndjekur kontrabanda e cigareve? Ju e keni bërë apo s'keni bërë? Investigativ, ka bërë prokuroria atë se kemi bërë ne. Ti po thua që ju keni transmetuar komunikatën ditore të prokurorisë. Nuk është prokurori kjo, është televizion. Ai artikull është dy fishi asaj që juve thatë në sonte në studio. Unë thash një fjali për ta sjellur në media zotëri. Është dy fishi. Unë nuk kam kohën e mjaftueshme për Ku ngrem grishtin akuzës së pari duhet të shojmë edhe nga vetja. Po nga vetja, po unë jam pjesë e kontrabandës, zotëri. E pra. Si është bërë patronazhimi? Patronazhimi, opozita ka denoncuar qysh me vendi pikim. Vendi pikim ishte një sistem që këto kishin ndërtu, i cili u furnizote me dhënat e KQZ-s dhe e-Albania. Dhe aty unë kam provuar, kam pa me sytë e mi, fuçe emrin dhe mi emrin, dhe ky aplikacion tregonte ditën kur ke lind, dhe më thanë ti plotësosh disa dhëna e ti plotësosh të tjerat me dhëna që janë në e-Albania. Ma pas të regote edhe aje apo nuk je i regjistrum në sistemin e diasporës. Kështë në aplikacion? Po, është denoncu disa herë. Pra, ky ishte sistemi i patronazhimit që u përmend më përpara ku si ka patronimin këtë aplikacion? Vendi pikim, edhe duhet të ekzistojnë prapë. Vendi pikim ishte një aplikacion që u përdor për diasporën. Kërkoni pak lutem. Secili nga edhe këtu e kena denoncu, edhe unë. Po, e di, po na shohim në studio. Ta provojmë nëse funksionon kështu mirë. Vendi pikim ishte ky aplikacioni që e materializote dhunën që është bërë administratës shtetërore. Secili nga punojësit e administratës shtetërore u detyrohej me plotësu vetë emra dhe në bazë të këtij sistemi të dhënash, i cili ishte në shërbim të e kërkonin Google, nuk e kam këtu celularin me veti, sepse unë e kam denoncuar me foto, pra unë e kam provuar me sytë e mi. Ne dim atë programin aktivisti sigurisht atë aplikacionin, por vendi pikim është era e parë që dëgjoj.
aktivisti qëndron në limitet e ligjshmërisë. Pra është një aplikacion që mund ta përdorim se sa aktiv je me like-et që bën. Pra qëndron në limitet e të ligjshmes.